Përshëndetje të dashur miq, rikthehemi përsëri në një episod tjetër të Koha për të folur. Dhe këtu sot me ne është Dorela Sheo, një psikologe e specializuar në terapinë e lojës dhe të artit për fëmijë dhe adoleshent. Përshëndetje. Përshëndetje Elena, faleminderit për ftesën. Për mua është një kënaqësi të jem sot këtu me ty, edhe për më tepër për të folur për një temë e cila është kaq aktuale në ditët e sotme. Gëzohem shumë që të kam këtu. Gjithashtu. Ne sot do të prekim disa nga problematikat që të rinjt kanë dhe ndjejnë, dhe gjithashtu si mund të përpiqemi të ndihmojmë dhe të krijojmë një ambient sa më të ngrohtë dhe të pranueshëm për ta. Dua të filloj direkt futem në temë dhe të bëj pyetjen e parë. Cilat janë disa nga shenjat që duhet i vëmë re kur një iri ose po e re po mbyllet në vetvete? Kur një iri është duke u mbyllur në vetvete, kjo tregohet përmes disa ndryshimeve që ndodhin në aspekte të ndryshme. Fillimisht janë ndryshimet sjellore, ku në këtë rast kemi të bëjmë me një tërheqje sociale, që do të thotë se ata shmangin shoqërimin që kanë me miqt apo me familjarët e tyre, po ashtu kemi të bëjmë me një mungesë apo një neglizhim në vetkujdesjen e tyre, po ashtu kanë një mungesë në hobet, në ndjekjen e hobeve dhe dëshirave të tyre, kanë një performancë të ulët në shkollë, po ashtu kemi të bëjmë edhe me ndryshime në zakonet e gjumit, në zakonet të ushqyerit. Por përveç këtij aspekti kemi të bëjmë edhe me ndryshime në aspektin emocional dhe atë psikologjik, ku vihen re trishtime, ankthi, ndryshime të humorit, vetvlerësimi i ulët, po ashtu edhe një humbje të motivimit dhe të energjisë. E qartë. Po pse sipas teje, të rinjtë e sotëm po përballen me kaq shumë presion edhe vështirësi që të shprehen dhe mbyllen në vetvete për këtë arsye? Është e vërtet në fakt, të rinjtë janë duke u përballur me vështirësi për të shprehur dhe për të ndarë mendimet dhe emocionet e tyre. Por mendoj që janë një sër faktorësh të cilët ndikojnë, duke filluar nga ndikimi që ka media sociale, e cila mendoj që ka krijuar një mjedis krahasimi, një mjedis presioni, duke paraqitur jetën si një jetë patëmet, si një jetë e cila është perfekte, nuk ka asnjë gabim. Por kjo në fakt kanë quar dhe çon në ndjenja të pamjaftueshmërisë, çon në ankth, çon në vetvlerësim të ulët. Përveç kësaj, mendoj që kemi të bëjmë edhe me përvojat e traumës, kemi të bëjmë me turpin, me fajin, me frikën nga gjykimi apo nga keqkuptimi nga të tjerët. Mendoj që janë këto elemente të cilët i kanë hezituar të rinjt për të shprehur edhe për të ndarë veten e tyre të brendshme. Unë personalisht e kam vënë re që të rinjtë e kanë të vështirë të shprehen kur vjen puna për tema që janë të ndjeshme ose tema që kanë një prapavi jo shumë të bukur nga mbrapa, ndonjëherë edhe traumatike. E vërtet. A është e vërtet që të rinjtë kanë më shumë frikë të kërkojnë ndihmë sot se sa në të kaluarën? Në fakt, bazuar në studimet e fundit, nuk mendoj që të rinjtë e sotëm kanë më tepër frikë se sa në të kaluarën për të kërkuar ndihmë. Por mendoj që janë një sër pengesash të cilët janë duke i sfiduar ata dhe i kanë penguar për të kërkuar ndihmë. Besoj fillimisht një pengesë kryesore është stigma edhe turpi, ku do të thotë shumë të rinj shqetësohen se do të duken si të dobët përpara të tjerëve nëse ata kërkojnë ndihmë. Po ashtu mendoj që edhe mungesa e konfidencialitetit është një element i rëndësishëm ku shumë të rinj hezitojnë pasaj të kërkuar ndihmë. Pra, mendoj që është pikërisht një ndërveprim kompleks i këtyre faktorëve, nuk është vetëm thjesht një çështje frike. Për prindrit që mund të jenë duke na ndjekur, si duhet i afrohemi një të riu që dyshojmë se po vuan në heshtje, pa e bërë të ndjetë në presion, ose ndryshe, cilat janë disa nga strategji që ne mund të përdorin, që prindrit mund të përdorin, për të krijuar një ambient sa më të sigurt dhe të hapur për komunikim. E vërtet në fakt dhe shumë faleminderit për këtë pyetje të cilët ti e ke sjell, sepse mendoj që vërtet shumë prindër apo persona të cilët kujdesen me të rinjt kanë shumë nevojë që të kenë disa strategji. Por përpara se ndoshta të futem tek strategjitë, një ndër gjërat kryesore që unë do theksoj është që teksa ju punoni apo keni fëmijët tuaj, përpiquni që të krijoni një ambient i cili është i sigurt. Mendoj që ajo që është e rëndësishme është që qasja ndaj tyre duhet të jetë një qasje me shumë kujdes, një qasje shumë empatike. Pra, nuk është çështja që ju thjesht vetëm të rregulloni gjërat,
por jeni duke hapur një derë për komunikim me ta. Dhe një gjë e rëndësishme që do të theksoj është që kur ndodhin probleme, përpiquni të fokusoheni tek sjellja dhe jo tek individi. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Mendoj që një strategji tjetër e rëndësishme është të praktikuarit dëgjimin aktiv. Që do të thotë, duhet të jeni të vëmendshëm, të plot aty teksa ai riu është duke ndarë mendimet apo ndjenjat e tij. Pra, le të themi, të jemi aty jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht. Qartë. Dhe njëkohësisht është shumë mirë kur një i ri është duke u shprehur dhe ne të bëjmë si një përmbledhje të asaj çfarë ai apo ajo ka thënë. Në këtë mënyrë jemi duke i dhënë mesazhin që ne jemi këtu dhe unë jam këtu për të dëgjuar ty dhe po të dëgjoj. Kjo është një mesazh i rëndësishëm. Mendoj që një tjetër element është edhe vlerësimi i ndjenjave. Është shumë e rëndësishme t'i vlerësojmë ndjenjat e një të riu. Pra, për shembull, nëse një i ri vjen dhe thot jam i mërzitur, përgjigjja jo nuk duhet të jetë skepse të jesh kështu. Ne po hapim një rrugë për komunikim. Ne duhet të vlerësojmë atë çfarë ai apo ajo është duke ndjerë. Si në këtë rast, për shembull, përgjigjja jo duhet të jetë empatike. Më vjen keq që ti je sot i mërzitur. A ka diçka të cilën unë mund të ndihmoj? Kjo është shumë e rëndësishme. Mendoj një tjetër element është rëndësishme që ne të bëjmë pyetje të hapura. Ato pyetje të cilët ne na ndihmojnë për komunikim me to. Pra jo pyetje të cilët do t'i drejtojnë ato me një përgjigje po dhe jo. Po ashtu koha cilësore. Është shumë e rëndësishme. Në këtë mënyrë jeni duke ju dhënë mesazhin atyre që un po heq kohë nga koha ime për ta përkushtuar ty. Pra për mua pikërisht, për mua ti je shumë i rëndësishëm. Dhe kjo është një mesazh i rëndësishëm për to. E vërtet. Dhe ndonjëherë është e rëndësishme ne të ndajmë dhe dobësitë tona. Edhe ne si të rritur kalojmë momentet tona të cilat janë të vështira. Por është e rëndësishme që ne edhe të ndajmë pak nga ato dobësitë tona. Në këtë mënyrë ne jemi duke hapur edhe rrugën për komunikim dhe i bëjmë më të lirë ata për të shprehur. Si përfundim mund të them që ky proces është një proces i cili kërkon kohë. Kështu që jeni të qëndrueshëm dhe do ja dilni. Doja të bëja një pyetje. Si mund të promovojmë një kulturë kur të rinjt ndjen rehat, shprehin emocionet e tyre pa patur gjykim? Në fakt mendoj që promovimi i një kulture është shumë e rëndësishme për të rinjt që të ndjen rehat dhe pa u gjykuar. Dhe mendoj që ky është një proces i qëllimshëm, një proces i mjaft i rëndësishëm, por njëkohësisht dhe kolektiv, që nuk kupton mendoj pjesëmarrjen e disa aktorëve, që do të thotë janë familja, është shkolla dhe shoqëria. Secili prej këtyre aktorëve ka një rol mjaft të rëndësishëm, duke filluar me familjen, që mendoj është e rëndësishme për të krijuar një ambient të sigurt për të vlerësuar ndjenjat, mendimet dhe emocionet e një të riu. Pra, një farë mënyre familja do të jetë vendi për një shprehje të shëndetshme emocionale. Patjetër shkolla është një element shumë i rëndësishëm dhe mendoj që shkolla duhet të sensibilizohen më tepër në lidhje me këtë pjesë, madje duhet të zhvillojnë besoj dhe më tepër tema për sa i përket shëndetit mendor. Po ashtu, roli që ka dhe shoqëria është i rëndësishëm kur mendoj që shoqëria duhet të shkëput atë pikpamjen tradicionale të parit të emocioneve si një dobësi. Të gjithë ne kalojmë momentet vështira, ditë vështira. Por ajo çfarë është e rëndësishme është që ne t'i kushtojmë rëndësi shëndetit mendor. Mendoj që në ditët e sotme ka ardhur koha që ne do të flasim për shëndetin mendor dhe t'i kushtojmë një rëndësi, po aq sa jemi duke i kushtuar edhe shëndetit fizik. Për të rinjt që janë duke na dëgjuar, çfarë këshille ke për ta nëse ndjen të vetmuar po dhe të bllokuar në vete? Për të rinjt të cilët ndihen të vetmuar apo që e kanë vështirë për të shprehur, ajo çfarë do ju theksoja është që ndjenjat të cilët ju po kaloni janë momentale, janë të përkohshme dhe ju nuk jeni vetëm. Mos u përpiqni që t'i ndrydhni ato apo t'i neglizhoni. Pranoni ndjenjat të cilët ju jeni duke kaluar
Përpiquni që të bëni diçka pozitive për veten tuaj, si për shembull të dilni në ajër të pastër, të bëni një shëtitje në natyrë, apo të dëgjoni muzikën tuaj të preferuar, apo të flisni me një person I cili është I besueshëm për ju. Por në rast se këto ndjenja vazhdojnë, është e rëndësishme që ju të drejtoheni pranë një profesionisti të shëndetit mendor. Mos harroni, të kërkuarit ndihmë nuk është asnjëherë dobësi. Madje, kjo tregon forcën që ju keni brenda. Mbani mend, ndjenjat tuaja janë të përkohshme dhe ju keni fuqinë për t'i kaluar ato. Unë ndërkohë që ti po flisje, po më vinte një fjalë në mendje vazhdimisht, edhe mendoj që rëndësia e komunikimit është shumë e nevojshme. Ne jetojmë në një kulturë që jo gjithmonë mësohet kjo gjë dhe jo gjithmonë është e lehtë që të shpreh ndjenjat sepse merret si dobësi, siç ti sapo the, por mendoj që kur ne komunikojmë hapur, edhe kur ne kërkojmë ndihmë, edhe kur ne I kalojmë këto, si thua, sfida dhe situata dhe sikletë që mund të kemi për të arritur dikë dhe për të thënë dëgjoj, un kam nevojë për ndihmë sepse nuk jam mirë. Unë mendoj që kjo është të tregosh guxim për të rinj që na dëgjojnë dhe kjo është të tregosh që në fakt gëzohem kur shoh njerëz që kërkojnë ndihmë dhe gëzohem sepse diçka brenda meje thot ai person është I hapur për të mësuar e për të marrë diçka më shumë. Edhe në këtë mënyrë edhe bekohemi, edhe me Perëndin, kur ne kërkojmë ndihmë, ai na ndihmon dhe na bekon edhe na mëson. Të falenderoj shumë që fole me ne, të falenderoj shumë që na dhe disa nga njohuritë tua, e vlerësojmë shumë kohën që ti kalove me ne sot. Kënaqësi. Kjo ishte koha për të folur, rikthehemi përsëri herës tjetër.